Një zhytje turistike në ujërat e Orikumit është kthyer në një ngjarje tragjike ku një 30 vjeçare nga Finlanda ka humbur jetën gjatë eksplorimit në ujor. Sipas të dhënave paraprake, turistja ishte pjesë një grupi zhytësish që po zhvillonin aktivitete në zonë, por gjatë qëndrimit në ujë dyshohet se ka shfaqur probleme dhe ka pasur vështirësi me furnizimin me oksigjen. Pasi është konstatuar gjendja e saj e rënduar, ajo është nxjerrë nga deti dhe është transportuar me një mjet lundrues drejt molit të njësisë Delta në Vlorë. Drejtuesi i skafit ka deklaruar para autoriteteve se 3 persona që ndodheshin pranë një anije në det i kanë kërkuar ndihmë për të transportuar turisten, e cila ishte pa ndjenja. Në mol i është dhënë ndihma e parë, ndërsa më pas 30 vjeçaria është dërguar me ambulancë në spitalin rajonal të Vlorës së bashku me 2 persona të tjerë që ndodheshin me të gjatë aktivitetit të zhytjes. Pavarësisht përpjekjeve të mjekëve për ta shpërtuar, turistja nuk ka mundur të mbijetojë. Policia dhe grupi hetimor kanë nisur verifikimet për të zbardhur të gjitha rrethanat e ngjarjes, përfshirë kushtet me të cilat të zhvilluar aktiviteti i zhytjes dhe shkakun e saktë të vdekjes së 30 vjeçares.